Gjykata kushtetuese dha vendimin për gazetarin Alton Qyno mbi kërkesën e tij për shpalljen e pavlefshme të kontrolleve të SPAK në banesën dhe zyrën e tij dhe sekuestrimin e mjeteve të punës. Gjykata kushtetuese arriti në përfundimin se drejta e gazetarit për të ruajtur burimin është një nga garancitë kushtetuese. Gjykata arriti në përfundimin se kontrollet kanë ndërhyrë në lirinë e shprehjes. Gjykatat e zakonshme nuk kanë arsyetuar se pse u përdorën mjete të tjera për të zbuluar burimin. Gjykata kushtetuese vendosi shfuqizimin e vendimeve të gjykatave më të ulta. Kryetaria e gjykatës kushtetuese Zaçaj në konferencën për mediat dha detajet të vendimmarrjes. Ajo tha se është pranimi pjesëshëm i kërkesave të gazetarit, ku theksohet se sekuestrimi është i paligjshëm. Në lidhje me kontrollin, ajo tha se nuk është e zauruar ende, sepse sipas ende nuk është bërë objekt shqyrtimi, sepse avokati i gazetarit ka thënë që ruaj të drejtën të ngrem pa di në vazhdim. Sipas vendimit unanim, bie sekuestrimi i mjeteve të punës ndaj gazetarit, sepse siç vlerëson gjykata, nuk është kjo mënyra për të zbuluar burimet e gazetarit. Sot në datën 22/4/2025, Gjykata kushtetuese mori në shqyrtim çështjen me kërkues Alton Qyno me objekt shfuqizimin e vendimeve gjyqësore në lidhje me kontrollin personal të banesës dhe vendit të punës së tij, si dhe sekuestrimin e sendeve të dhënave kompjuterike. Gjykata pasi analizoi kriteret paraprake të kërkesës arriti në përfundimin se kërkuesi legjitimohet dhe ka shtruar mjetet juridike në dispozicion vetëm për kundërshtimin e vendimit që ka lejuar sekuestrimin e të dhënave kompjuterike, i cili është kundërshtuar nga kërkuesi deri në gjykatën e lartë. Lidhur me këtë pretendim, gjykata arriti në përfundimin se liria e shprehjes përfshin ndër të tjera edhe lirinë e shtypit, e drejta e gazetarit për të ruajtur burimin e informacionit dhe për të mos e zbuluar atë është një nga kushtet e lirisë së medias. Mbrojtja e burimeve të gazetarëve është një prej garancive kryesore të lirisë së medias, si pjesë e lirisë kushtetuese të shprehjes. Ndaj urdhërimi i gazetarit për të zbuluar burimet e tij mund të jetë në kundërshtim me kushtetutën, përveç se kur ekziston një bazë e qartë ligjore që autorizon atë dhe një interes publik mbizotrues që ndikon atë. Gjykata arriti në përfundimin se vendimet gjyqësore të cilat kanë lejuar sekuestrimin e të dhënave kompjuterike kanë ndërhyrë në lirinë e shprehjes së kërkuesit. Gjykata vlerësoi gjithashtu se gjykatat e zakonshme nuk kanë arsyetuar në lidhje me faktin se përse marrja e të dhënave të nevojshme për hetimin mund të realizohej vetëm nëpërmjet identifikimit të burimit të gazetarit si mjet i fundit, si edhe përse nuk ekzistonin mjeta të tjera alternative për të arritur të njëjtin qëllim. Po në këtë drejtim, gjykatat nuk kanë arsyetuar në lidhje me urgjencën në sekuestrimin e të dhënave kompjuterike të kërkuesit. Për këtë arsye, gjykata vendosi një zëri shfuqizimin e vendimeve për sekuestrimin e të dhënave kompjuterike. Po kështu gjykata vendosi edhe pranimin e kërkesës për asgjësimin e të gjitha të dhënave kompjuterike të sekuestruara me vendimet e mësipërme të shfuqizuara. Në lidhje me pretendimin për cënimin e së drejtës për jetë private, gjykata vlerësoi të mos ndalej, për sa kohë ajo gjeti shkelje në lirinë e shprehjes së kërkuesit, duke shfuqizuar vendimet e mësipërme.